Allahu Gjellëshanuhu I ka daluar 10 e fundit të këtij muaji. E megjitha, në këtë 10 të fundit të Ramazanit, Allahu Gjellëshanuhu e ka përcaktuar, e ka veçuar një natë që është më e vlefshme se sa 1000 muaj. E duke e marrë parasysh vlerën e madhe të natës Kadrit, pejgamberi alayhi salam me një hadis të tij thot: "Taharraw lejletul qadri fil ashril awakhiri minha." Kërkonja natën e Kadrit, këtë natë të bekuar, këtë natë të dalluar prej netëve tjera, në cilën net në 10 e fundit të Ramazanit. Do të thot pejgamberi alayhi salam, krahas që na mëson neve që ne të jemi të përkushtuar në këtë natë, duke dashur që ta nxajmë këtë natë, ai edhe vetë I përvjell të krahët, e shtërngonte kajishin e pantulloneve edhe e adhuron të Zotin Gjellëshanuhu duke qëndruar në xhami, pra duke bërë itikaf. Itikaf do të thotë nderuar I vëlla që të qëndrosh 10 ditë në xhami e mos dalesh prej kësaj shtëpie të shenjtë përveç se kur ke nevoja fiziologjike të krijesh. Muhamedi alayhi salam, krahas që na preferon që ne I përvjellim krahët të përkushtuar ndaj Allahu Gjellëshanuhu, ai vetë me praktikën dhe me jetën e tij na mëson se kur vishin këto net të fundit, ai qëndronte në xhamin e vete duke e adhuruar Zotin Gjellëshanuhu. Kjo do të ishte një mësim dhe një mesazh I shkëlqyeshëm për mua dhe për ti që këto net t'i shfrytëzojmë deri në maksimum. Ebu Said al-Khudriu, ky dietar islam, mban qëndrimin që nata e Kadrit është në natën e 21 të muajit Ramazan. Do të thotë sonde jemi natën e 21. Sipas këtij dietari islam, ne duhet ta kalojmë natën, ta gjallërojmë natën me ibadet. Ndërsa Shafiu radiallahu anhu anon ka ajo që nata e Kadrit është në natën e 21 ose 23 të muajit Ramazan.